Qarja re e PD-s, Ramsi, Vinsja, Sumcia, si që kuptoni për arsye etike, ne s'kemi përdorur emrat e vërtet të personazheve, Baras, ideatori, ekzekutori, nxitësja. Ta nis me Gupin fari dhe pastaj t'i japësh ti një koment. Ta nis me Bupi? Jo, Gupi është mbi emri Marsidit. Ta nis me Gupin. Jo, sa i lezeshëm Fariu. Ta nis me Marsidin, që na japi një info çfarë po ndodh Fari këto 3 ditë, dhe ti duke qenë se je njeri shumë afër Partisë Demokratike. Do na thuash dhe impresionet e tua, ç'është kjo lojë? Aq sa do të interesoj ty, se nuk dua të kështu. Por gjithsesi, PD-ja zyrtare ka folur për këtë çështje, pra nuk është më tabu. Çfarë po ndodh Marsid? Mund të më thuash? Si mund ta dekriptojmë këtë titull? Po, shiko, gjithmonë kur fillon një lëvizje, fillon nga perspektiva e një interesi të caktuar. Pra ka një entitet i cili ka interesa që të zhvillohet një lëvizje, dhe pyetja është që interesi qëndron i aktorëve që janë në fushë, ose i atyre që bëjnë aktin politik ose aktin njerëzor, apo ka dhe entitetet tjera që janë të përfshira që pikërisht në kontekstin kohor në cilin realizohet, ka qëllimësi tjetër të fshehur, pra nuk është qëllimësia reale o gjë që lëviz. Për të futur në ngjarje, para një jave u bë një takim në një hotel edhe lokal, i cili u zhvillua nga disa funksionar dhe disa antar të Partisë Demokratike, që kanë qenë pjesë edhe primareve, po edhe strukturave. Iniciatori dihet që është zoti Ervin Saliani, i cili siç duket në këtë rast është dhe ekzekutori i këtij akti politik në botë kuptimi. Jo, nuk e di, unë për vete nuk e di, tani po dëgjoj se unë nuk e kam këtë në titull fare, emrin e tij. Po. Qësa ti mund të përdorësh në një kontekst tjetër që unë nuk e di, edhe bëj këtë gjë për të qenë etik dhe s'ka nevojë fare gjithashtu. Po që ti mund ta ripërtor si duash, po. Po, jam në lirin time. Qartë, patjetër. Dhe kjo lëvizje filloi dhe mas atij takimi pati goxha polemika, a është një kryengritje, a është lëvizje reale për informatim, dhe flitet pikërisht në momentin ku ka disa ngjarje, pra Spaku ka marrë të pandehur dhe zëvendës kryeministren, ministren, ka realizimin e një ajo që filloi si protestë, por më pas u cilësuar si foltore nga Partia Demokratike, pra që ide ishte që vëmendja e gjithë lëvizjes në këtë moment ishte ndaj qeverisë për të krijuar angazhim të qytetarëve. Ndërkohë që ky grupim kërkoi një analizë të situatës, pra pse erdhëm në këtë moment, në këtë situatë, pse morëm këto vota. Mirë po, a është momenti i dur se gjithmonë nuk ka të bëjë ngjarja që kërkohet, ka të bëjë pikërisht vendosja në kohë ajo që jep kuptim edhe Pse ndodh pikërisht tani? Pse ndodh pikërisht tani? E tani që është momenti ku fatikisht Ramsi duket që është një pozicion të vështirë, ë? Po, e para njëra është Me Spakun, me GKK-on. Po, është vëmendja e opinionit publik. Gjithmonë kur ka diçka e cila nuk ka interes. Dje për shembull dhe pardje, gjithë media, gjithë këto emisionet e darkës ishin mbushur me këtë historinë e çarjes së PD-s. Po, pra, dhe çfarë ndodh? Shmanget opinionin nga ngjarjet reale, pra se si është gjithmonë raporti me të vërtetën ose problemi për të kuptuar të vërtetën. Gjithmonë kur ka një ngjarje mundohet që ngjarja të lihet në errësirë. Pra ajo që është fakti real, sepse gjithmonë e vërteta qëndron e fshehur. Dhe kërkon goxha thellim në moment që të kuptohet realisht pse ndodh, cilat janë shkaqet dhe çfarë pritet. Çfarë bëhet krijohet një ngjarje më sensacionale, e cila është deri diku dhargëtuese, në mënyrë që opinioni publik të shmangi vëmendjen nga fakti se ngjarja. Një kjo, heqja e vëmendjes. Heqja e vëmendjes është e para. E dyta, gjithmonë kur ti merresh me angazhimin politik, jo me atë që është ekzekutori i faktit, pra i aktit politik, kush janë realisht fajtorët, po krijon fajtorë të ri, atëherë bëhet pyetja, cili është interesi që e shtyn këtë gjë ndodhi pikërisht në këtë moment, pra kush e nxit dhe kush përfiton nga kjo lëvizje. Gjithmonë pyetja e dur për të kuptuar aktin politik është nga kjo lëvizje kush përfiton dhe nëse kjo lëvizje avancohet, kush është realisht ai që ka përfitimin më të madh. Qartë. Edhe përgjigjja është e thjeshtë në këtë ngjarje dhe në këtë moment që ndodh ky fenomen, a është kjo lëvizja që i shërben opinionit publik për të kuptuar të vërtetën dhe atë që ndodh në kontekstin politik? Si vazhdojnë ngjarjet? Pra në këtë rast pushteti është vetë Edi Rama dhe majoranca socialiste. Është ideatori apo jo? Po. Po të bësh pyetjen kujt i shërben, atij i shërben më shumë, shmanget opinioni publik nga ky ngjarje, kujt i shërben? E dyta, apo organizohet nga opozita dhe nga Partia Demokratike një foltore përballë kryeministrisë? Në qoftë se ka realisht angazhim me strukturat, me njerëzit, pse mos këto flukse dhe këto masa të çohen, pra si thuaç, ujërat që vërshojnë të shkojnë drejt kësaj, drejt këtij qëndrimi, po ka interesa që të shkojnë drejt një qëndrimi tjetër. Pra në vend që të merren me ngjarjen kryesore, merren me ngjarje dytësore, tretësore, pra pse ne morëm këtë rezultat mas zgjedhjeve dhe çfarë na duhet ne. Pra si thuaç, në moment që ka luftë,
mos merret ushtria me ushtrinë kundërshtare, po të merremi me hierarkinë e ushtrisë dhe ata që realisht këtë ushtria ndër. Edhe dalin nga general të thonë që s'është kjo ushtria që duam. S'është kjo ushtria që duam, është ushtria ndërkohë që armiku vazhdon, avancon, atë kujt i intereson? Deri këtu duhet të thënë Ramsi 4, pra pushteti është në rregull apo jo? Po normal. Çdo pushtet ishte, dhe unë dhe ti po të ishim. Po do ta shfrytëzonim apo jo? Jo, është gjë që duhet të bënte cili do, këto janë manual. Pra gjithmonë kalaja merret nga brenda, nuk merret asnjëherë nga jashtë. Ndërkohë, personit në fjalë, Po. Vinciës, Po. i intereson? Ai asnjëherë se ka Gjithmonë e vërteta nuk e se ka fshehur ambicien e tij. Jo, as pak. Dhe me anë të nxitses sumës, ai thot pse jo, ky është momenti. Po. Ky është momenti, një e para, unë përfitoj nga pushteti, se shërfiton, kjo do merret vesh shumë shpejt. Po. Dhe me që janë më këtë rast, pse mos fillon një lëvizje të re, E cila më rivitalizon karrierën politike. rivalizon, bravo. Pse e rivitalizon? Është kjo pak a shumë apo kisha gabim? Kjo e ke sakt. Kjo është pak a shumë. Pra, trosh muhabeti është një lloj operacioni sabotimi që është kjo. Po, kjo është sabotazhe. Pra ta hedhim në erë një iniciativë në mënyrë që t'i zbejmë për masën dhe rëndësinë, për ta nxjerrë që kjo nuk ishte ajo që duhej ose nuk ishte mënyrë angazhimit të durë dhe prandaj jemi në këtë gjendje. Pritani Marsi. Thua, intereson dështimi, dështimi të bëhet suksesi. Bravo, dështimi të bëhet suksesi. Fari, je dakord me këtë analizë që bëri të renditje faktesh dhe analizë që bëri Marsi? Sidin e dëgjoj me respekt sepse pasqyron një kulturë dhe unë i dua një që lexoj. Unë dua të them këtë gjë, që të shkoj dhe emisionit tënd që është i veçantë që kurse ka filluar për shkak se është realist i jetës, asaj që i intereson njerëzve, jo ato që ju interesojnë individëve. Unë di me të thamë këtë gjë, që një qytetar demokrat i lidhur shumë me Partinë Demokratike dhe ndjes past, ai kishte miqësi me një kundërshtar politik të Berishës. Edhe i thoshte këtij duke ngrënë drek që unë çdo t'i punoj atij Sali Berishës, do ta shikoni juve. Dhe ky i tha, ai ishte funksionar shumë i lartë. Por edhe tha unë mik të kam se të kam shok fëmijërie, tha po, e kupton ti çfarë do të thonë të luftosh me Berishën? Çfarë i thaj? Të shposh malin e Dajtit me Kaçavid. Kështu që unë mendoj që ne duhet të vim tek një histori tjetër shumë e rëndësishme. Po për t'i dhënë përgjigje kësaj njerë. Momenti, ja dam, përgjigjen, momenti i tanishëm i politikës shqiptare ndodhet në zonën e rreptësisë, në zonën e golit. Dhe golin do ta bëj opozita dhe është duke e bërë opozita me dy drejtime themelore. Një, me denoncimin dhe suksesin e denoncimeve në korrupsion, dhe dy, me ngritjen lartë të figurës të Berishës, i cili doli nga një betejë ferri me periudhën sorosiane dhe u ngrit në nivelin e zëvendës presidentit të CDU-s dhe është duke impresionuar demokratët si në ditët e para me foltoret që ka filluar në zonën 8, 9 dhe mirditën dje. Dhe është kjo foltore ajo që do ta bëj golin. Dhe golin do tjetë qeveria teknike e cila do të vi në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Po ka një problem, Fari? Kjo është pikpamja ime. Kuptova. Ka një problem që se mblejon. 100 veta po i mblidhen para kryeministrisë? Kjo nuk është të punë. Shiko, ka faza që numericiteti është emblem. Sasia, thua ti? Ka faza, a diti sa ushtar kishte Italia në Shqipëri kur ka hyrë në 39-ën? 100.000. A di sa veta ishin ata që bën atë PKSH-n? Sa ishin? 90 veta, 21 veta. Kështë kjo formacioni. Formacioni është truri dhe bëma. Ajo foltore për aq ka nevojë, ka për veprën, se gjithë agregatët janë në funksion të saj dhe po funksionojnë në mënyrë shkëlqyer. Pse? Këtu do të më lejosh të bëj pak historik. Shkurt vetë. Po, është shumë e rëndësishme. Ti japë më ritëm e emisionit. Po, është shumë e rëndësishme. Dhe gjë, këto që do të them unë e ka në ritmin. Ase vënë dyshim. Shiko, nga viti 19, kur Zelenski u bë president i Ukrajinës. Më pëlqeu kjo që vajte në Ukrajinë. Dhe viti 20, kur erdhi Bideni, struktura e Sorosit kaloi nga plani filozofik social në planin operativ të ekzekutimit me pushtet. Edhe në Amerikë, që i dha drejtim duke vënë Blinkenin mediokrin më klasik që është gjetur në njëherë dhe njeriu në shpallur non grata në institucionet e veta. Ai nuk lejohet të hyjë në zyrat amerikane. E nxori Trumpi. Po.
Po, tamam. Dhe ky lloj pushteti, pra që nga Zelenski, Blinkeni, Bideni dhe fuqizimi operativ i pushtetit të Sorosit, që kaloi nga lezetet e veseve në ushtrimin e vjedhjeve dhe të krimit, sepse Sorosi ka 3 shtylla. Ka shtyllën filozofike të veseve, që i dha të majtës flamurin e LGBTQI që e kanë ato, dhe ja hoqi draprin që kanë, u qef pas asaj dhe ja dha shtetit Amerikan këtë flamur. Ndaj dekreti ati është i pari për daj. E dyta është në mënyrë të organizuar, si të thuash, krimi. Vetë ata e organizojnë krimin dhe drogën. Vetë ata, sepse... Kush ata? Ata struktura e Sorosit, sepse ata janë kundër kombeve, janë për një përzjerje këtë që po bënë Rama, edhe tani kur erdha unë po fliste e jo Afganistan, se do të hapi qendra për emigracionin. Po, pra. Se për emigracioni që dyndet dhe prish qeverit, shtetet, kombet, shkatron strukturat shoqërore, nëzit drogën, nëzit perversitetit. Popullon një famyre. Popullon, si që po bënë tu në Shqipëri. Kamila Harris thoshte që kur t'jemon presidente, vante fjallim. Kur t'jemon presidente... Si atë emrin? Qamilja, si e ka Kamila Harris. Kur t'jemon presidente, do të ndërtojmë gjinin emigrantëve. Ta që vinë, Afganasin, janë të gjithë. Pra, gjithë kjo katrahur, gjithë kjo pati një sukses dhe pati një mbështetje të rrezikshme. Dhe kjo i dha fuqit madhe këtyre njerëzve që ishin në përbërje të saj. Dhe kryeministri shqiptar është konfidenti... është pjesë e këtyre dhomave, dakor. Konfidenti lartë i këtyre familjeve dhe i përket totalisht të gjitha linjave të saj dhe prandaj ishte një... Po, ndërkohë... Më fal. Jo, po, du t'japësh përgjigje kësajti. Po t'jetë ka që dobën me administratën e re, si ka mundësi që prap vjen Ramsi 4, pra? Një sekund, ta mbaroj. Tani, nga goditja që pësoj në Amerikë për shkak të zgjedhjeve, të cilat edhe pse fitoja i prap janë vjedhur. Pale ato të parat që u vodhën dhe u manipuluan deri me BBC-n që për kundër Trumpit. Pra dodhi për herë të parë një thyrje gjithë opinionit botëror. Ore, u vjetë kanë votat edhe në Amerikë, u vritet njeriu dhe në Amerikë, 3 atentatet Trumpit. Pastaj vranë të djalin Gjeni Charlie Kirk. Pra një frym vrastare kriminale ndaj së djathës konservative dhe një eufori, kupton, dhe një, si të thuash, një fitore pa kufi e filozofisë majtisë të Soros. Në këto kushte, Shqipëria e vogël e ndodhur rastësisht për shkak të konfidencialitetit të kryeministit së saj, është zhytur në këtë llumë të kësaj filozofie. Është zhytur. Dhe tani, edhe pse ajo ka ikur nga Amerika, një pjesë të madhe të fuqisë ekzekutuese është në Evropë. Leadershipi evropian është kopje e Kamila Harrisit, kopje e Alex Soros, ajo linjës. Macroni, Ursula, Marta Kost, kjo hajdutja komuniste 15 vjeçare si shkurte Palvata, kjo Mogherini. Kjo ka qenë si shkurte Palvata, kjo 15 vjeç kjo, i qote tuf me lule Yasser Arafatit, i përkiste Partisë Komuniste dhe bandave të italiane. Radikalit ekstremist. Dhe për Shqipërinë ishte një armike e konsoliduar. Mike e Serbisë, donte ndarjen e Kosovës, e korruptuar deri në palc, bashkë me zëvendësin e saj, Sanino. Sanino ishte ambasador italian në Spanjë dhe bëri martesën e parë të gejve në Spanjë, në ambasadë. Dhe usulën spanjollët katolikë ta mbytin në ambasadën italiane. Këtë Sanino. Pra kjo është një grup hajdutësh dhe perversësh që janë pa fund të rrezikshëm. Tani që pëndodhë? Tani pëndodhë që po kërkohet një qëndrim dhe një paqe me Ukrajinën nga Trumpi, i cili ka diferenca serioze me parafrimin europian të zgjidhjes së konfliktit në Ukrajinë. Por ne si Shqipëri duhet jemi patjetër me Trumpin, sepse këta janë autorët e nxjerrjes së Zelenskit. Ti e di si është zgjedhur president? Jo e di, po mos i futemi asaj. Pari të lutem, sepse jo, sepse, shiko. Pra, kjo atmosferë, më falë, ta bëra këtë përshkrim. E di, këtë ekspoze, për të dalë ku, për të dalë ku. Për të dalë që këtu është po luhet finalja e kapitullimit të kësaj filozofie, të këtij grupimi
dhe të këtyre... Ti e shef kajtë i gjerë, domethënë. Dhe këtu fillon dhe vjen ajo këtu. Dhe këtu bëjnë sigur nuk e shofin këtë. Tasin këtu. Rama është një urdhëm për vdekje Amerikën e Trumpit. Urdhëm për vdekje. Kështë thënë dhe para sa ditësh duket që Amerikanët i zgjidhin gjërat me bomba, Me bomba, po. Europianët janë ndryshe, Ndryshe. ata ditë bëjnë shtete kështu, ndërsa Amerikanët po Sepse i duhet perspektivë tjetër politike përballë armikut. Përballë asaj. Pastaj, dhe ka bi mirë Marsili. Pastaj duhet dish që tërë këta udhëheqës të së majtës liberale të qendrës që bëjnë këta që janë, qoftë ky Macroni, qoftë ky Gjermanisë, me kjo Ursula, e gjitha këta janë fajtorët që do japin llogari për konfliktin dhe do të tregojnë vërtetësinë financiare. Ursula këtu syn asnjë lajm që Ursula në Parlamentin Evropian është sulmuar edhe nga kryeministri hungares, edhe nga deputetët e Bundestagut për korrupsionet nivelit shumë të lartë. Është akuzuar, po nuk e di, a vazhdon hetimin ndaj saj? Vazhdojnë Apo është mbyllur? Vazhdon hetimi. Sinjali që Mogherini, e cila ka proces, do ketë proces hetimi edhe për 17 deri 22 milion që i ka dhënë Rama, që i ka dhënë dhe një tjetër se Mogherini këtu erdhi me Macronin, po të tërë këta në vendet e tyre janë bërë njerëz të urdhyer. Macroni do 400 miliard për shëndetësinë. Macroni nuk i hyn policia dot në gjithë jugun e Francës për shkak të drogës. Nuk ka fuqi të hyjë policia. Kupton, në arsimi duhen 70 miliard. Krenohet presidenti i Francës i jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme, se ne e duam Francën si kulturë, dhe presidenti i Francës krenohet se ka marrë një letër që provon se gruaja e tij ka qenë gru, nuk ka qenë mashkull. Kjo është si letra që thot Velia tash i thot çuri im, thot unë më ka marrë madhe për çuri. Po mirë më qenë birë qeni, atë prindi 1, prindi 2 që bëre në këtu, të kjo liqeni Fargës. Ku e ke tash? Kush jeti? Prindi 1 apo prindi 2? Apo për të dhënë shqiptarëve këto monstruozitete? Këto s'duhet t'i harrojnë. Dhe është një nga turpet kriminale Partisë Socialiste, e cila ashtu si Partia e Punës ngritet dorën kur Enver Hoxha vriste Mehmetin me gjithë fëmijë, me Beqirin, me gjithë fëmijë dhe këta prap ngrej dorën. Aziz ka ndryshuar. Dhe këta ngrej të gjithë dorën kur ky po shkatërron familjen dhe përgatit hapi qendra për të zgjatur jetën e tij politike. Ky e urdhën Melonin. Mikesha e këtij është kjo gruaja e atij Federica. Që çodë atë tufën me lule atij. Ore Fari. Por të gjitha këto, dëgjoj. Ishte kënaqësi që i thash këto gjëra. Jo, unë e di që kishte merak. Kjo atmosferë, kjo është ku lëviz ky njeri. Kjo është, dhe ky çfarë bër? Mbi këtë ky ka ndërtuar krimin e organizuar, trafikun e drogës, kazinot, PPP-t, që janë forma nga më shkatërrimtare. Një shkodran para ca ditësh më thoshte antikomunist i madh dhe pronar, më tha, ore, e jenë veri na i mori, tha, tokat e pronat, tha, po tha, janë të shtetit, tha. Ky i merr për vete, tha. Ky ka marrë tokat e himarës e të vunojt për vete. Ky ka marrë tokat për të blerë vota. Ky thot, Arjan, puno për mua çfarë do? Na 1 milion euro dhe i shikon punën. Ky ka për të gjitha të zezat. Pse i ka bërë? Nga kjo pronët, kush vjen që e mbron këtë? Vjen ajo Martha Kos, që është një kopje shëmtuar e asaj Vahutinit, që ishte një hajdute dhe hyri në proces vjedhje, dhe që Kroacia, vendi saj, me pohim presidentit Stipe Mesić, e ndihte për agente serbe. Dhe ti këtu e merr dhe e ke ashtu... I kishin shoqe shumë ta, dhe Mogherini dhe këta ishin shoqe i kishin. Këto janë ato që ndihmojnë. Mogherini do vinte këtu, mos ishte arrestuar. Do vinte në Tiranë, do fliste për... Po ka ardhur. Qeverinë. Jo, tani do vinte. Do vinte prap. Ore zbritën në avionin atë Sanina. Ose ka të kolegjin prap. E arrestuan atë Sanina. Pastaj shikoti, ta. Të njëjtë gjë bën ky. Të njëjtë projekte i ke këtu. Federica Mogherini është pa arsim. Si Velia që sillte, vite Velia sillte profesorin për dalë gjira, që ka për tregu që kjo kështë për universitet, sillte i profesor. Si pas e sa i duesh, ti marsitit të mërë të trupën pedagogike 30 veta, dilë të gjira. A i sillte i profesor për vote që ka shkollë. Mogherini pa shkollë, si mundet të lejoj, vetëm Sorosi, struktura e Sorosi të bëgta. Si mundet të lejoj një njeri pa asë një vlerë shkencore, asë një nivel asë bashkëpunëtor shkencore. Unë po ta dije që këtu do kishte Fariu këtu, mos më thamë, mëlla. Unë të kisha vënë tillën Mogherini, mëlla. Po.
Po jemi prap dalim aty se kjo nuk dalim dot, jo. është koha e bukur. Kjo është e vërteta. Mund të futemi këtë tema e kulisave. Se të vërtetat Fari të lutem. Dritare. I kuptova. Fari të lutem. E besoj se jam... Po, shumë mirë. Jo, ka fjalën e bëre ata fair. Tani do më respektosh ti mua. Patjetër. Do rim pak te... Ja, shikon se lëve e leti tani. Dhe do të ikim. Pas pak do kthehemi me Fariun se dua të më thotë. Mirë, të gjitha këto jemi dakord me Fariun se e bën një ekspozet përgjithshme, pra na bën një overview. Dakord? Për të shpjeguar. E kuptova pra. Kjo është bota që lëviz. Tani, brenda kësaj bote që lëviz, themi pak në mikro. Kjo ishte makro i tha Fariu. Bravo. Ishte saktë, më ishte nuk e çai thua. Janë flukse që qarkullojnë në mënyrë. Bravo. Po normal është se kështu funksionon. Problemi është tani unë do të pyes Fariun dhe pastaj edhe ty për ta mbyllë të fabull, vemi te fabull tjetër. Ore Vincia valla. Vincia. A ka gjë në vi me këtë gjë? Pra, ka vërtet mbështetje sepse unë i bindur që atë edhe po t'i vën këtu pistoletën te koka, i thonë, ore, sa të ka dhënë, për shembull, pushteti që të bësh televizit tani, pra të minosh, të krijosh një lloj çarje imagjinare për ai nuk do të pranoj. Ai do thotë, ai s'më do pranoj këtë gjë apo jo. Si diskutohet. Pra, 90% atyre që janë në burg thonë jam i pafajshëm. Bravo. Tani, unë do të pyes Fariun, vlla. Vincia, sa shanse ka të krijojë prapë një turbulencë kësaj radhe brenda NPD, duke qenë se nuk është vetëm Vincia, është Vincia me njeriun e tij të afër Sumsen, e cila ka fuqi mediatike se është një televizion ta shoqëruar të madh. Se fatikisht vetëm sa mbaje veterinarian mos vazhdo më. Do të thënë mbaje gojën. Do të thënë se thua ka një media nga mbrapa, propozohet të ketë një pushtet. Te Fariu do të japi përgjigjen e. Sado që Fariu, për sa e bë, do të na thotë, o zotri, kjo nuk është gjë e vogël. Pra, këtu nuk kemi bëjmë një ambicioz që ka një thjesht një agent personale të vetën. A ka sabotazh, është pyetja. Po pra, ky nuk është thjesht individ në këtë histori. Është i futur, s'është i futur. Do ketë mbështetje mediatike, s'do ketë mbështetje mediatike. Këto janë pyetje Fari, të cilat do përgjigjesh më një herë, po pasi të bëjmë një pauzë të vogël. Rosh Fari i madh. Jemi rikthyer miq. Jemi rikthyer me Fari Balldiun e Marsit Gupi në këtë emision çdo të premte në orën 9 darkës. Ora është 22:37 minuta, jemi live të në MCN, por mund të shikoni këtë emision live dhe të kjo faqja këtu që nxjerr Ledi o zonë e lirë në YouTube, ku ju mund të shikoni tani live, siç po e shikoni fatikisht, por e keni dhe gjatë gjithë kohës 24/7. Gjatë gjithë kohës e keni atje. Riplasëm një herë fabula që kishim në ekran Ledi, por ta mbyllur. Vetëm pak çaste. Fari, cilat janë shanset që kjo të funksionojë? I the që ky projekt janë të vogla, janë të vogla. Si theti? Si të vogla? Është e vogël apo është e madhe? Thet diçka në fund, fjali e fundit, jo. Po se më e mend tani çfarë thash? Shanset. Shanset. Janë shanse të vogla apo të mëdha, po. Se ky është projekt Fari, nuk është thjesht një individ tu. Po, ky tjetër shkruaj. Puna është që un kam përvoja si gazetar i vjetër, i hershëm edhe i shkrimtar, që të merrem me ato që luajnë rol të vërtet në zhvillimin e ditës dhe të politikës. Jo në ato që hidhen për të tërhequr njerëz që nuk kanë vlerë. Ajo tërheqë njerëz që s'kanë vlerë. Njerëz që kanë vlerë merret me çfarë po ndodh me Ramën që flet marrëzira të nivelit. Do vim atje, po tani stabiliteti është i pakurueshëm. Mi, po tani nuk të lë. Jo, sa kështu ma bëre radhë me pa. Jo, do vi. Jo, po e kam Ramën mbrapa më burr. Po pse ma djego? Ta mbaroj këtë fjali, se duhet ta plotësoj që ta them. Që ardhin të thotë që ta fali kushtetuesja se nuk ka kush firmosi. Po firmosi veti. Ka mundësi që të ma lë çifte pjesë. Ka mundësi përgjigjesh saj tani s'të lë. Burrash. Ma thoj, dakor. Ç'ta them ke atje? Sa funksionon kjo skemë? Kjo është skemë, është projekt. Kjo më shkë titull në ekran o burr. Është e vogël apo është? Por sa shanse kanë këta më valla? Janë 3, o zotëri, janë 3 platforma këtu ma. Është platforma e pushtetit, platforma e individit, që është ky mbështetur nga pushteti dhe platforma e medias, mediatike. Të treja këto janë 3 kulisat e pushtetit. 3 kulisat e pushtetit. Të treja këto janë, ti do thua pushtetit, dhe unë po të nisem nga ajo që thua ti, unë pushtetin e shoh të mbaruar. Pra nuk funksionon. Patjetër. Njëra hang thua ti bie. Pra, për mua ti jeta, më fal. Ti mendon që pushteti është mbrapa kësaj iniciative? Ora, unë s'mendoj se nuk e kam ndjekur
A fare? Atëre ri rehat, marsit, le që mos e lodhin Fariu, mbase nuk do të flasi Fariu për të çështje. Jo, po se kam djekur. Po ti s'do të flasë për Po tani. se kam djekur, përse nuk... Po mi me janë di që e Berishën. Ka pasur Ja një të sekundë. karat. O, le dio, plasi që Berishën qa thot për të punë, vlla. S'ka mundësi Farida ka fol vetë Saliu. Po ka fol Saliu, pse se ke ndjekur ti? Po të Saliu të diun që është, dhe unë nga Po ajo... te sa ka fol Saliu, fu edhe ti dy llafe se ti je gazetar. Nga ajo nise. Ai ka thënë që ka televizione, të cilat janë televizionet majta, që e suportojnë këtë në një deklaratë që ka bërë prapë. Por as nuk e di kë ka mund tani sot. Le dio, plasi ti. Mjafton shikosh ta kush e suporton në televizje. Gjatë bashkë. Po pra. Sokol Balla e suporton shumë ABC-ja. Që dihet se ç'a është. Ky televizion tjetër, Po. Top Sanalla, Po. se unë s'para përdorim. Report TV-ja. Po, e Carlos edhe Report TV-ja suporton. Po, edhe News 24. Është dhe Newsi. Po. Po. I jepi le të çdo dëgjojmë çik Berishën. Ku janë njerëzit? Ku janë zënësit? Ku janë fëmijët? Duhet o lisë, duhet, normal. Pra, po si kjo është e gjithë Shqipëria, lere, nuk ka, ju lutëm, mos e ashtu. Jo, mos e nga s'poni, jo, mos e, duhet, s'prish, nuk prish punë, gjithmonë duhet. Pra, Jo, nuk ke një tjetër prononcim të doktori, sepse kjo ishte që ke pa kuptueshme, ka dalë dikush. Jo, kemi pas vetëm këtë incidentin që ishte Po pse, o burr, të kam nisë atë. Të kam nisë atë doktorin para parlamentit, o burr. Këtë më keni vetëm. Mund ta bëju në raportin e këtij incidenti me televizje 3 që po ndodh? Si e shikoj? Se shikoj një Çe incidenti ishte ai më burr, s'u kuptova gjë. dikush që kishte mendime të kundërta për lëvizjen që po bën doktori dhe për foltorët. Ai dori në sallë atje. Po, që i dolin stall, dhe me një gjuhë goxha agresive. Disa nga ata që ishin në sallë deshin ta ndalojnë, doktori tha jo, le tani gjojmë, edhe ata që kanë mendim. Mi pa po, edhe? Dhe në fund zëri u shua dhe kaq. Kjo lëvizje, që ndodhi aty mendoj unë, ka një baraz peshim me lëvizjen që ka filluar brenda PD, sepse realisht është e drejtë që ka gjithë të kulisa nga pas. Pra pushteti mediatik, pushteti financiar, vetë pushteti politik që është kjo mazhorancë politike. Po ideja është kë ke përballë, sepse gjithmonë funksioni politik ndodh, kundër kujt e drejton lëvizjen. Qartë. E drejton ndaj njeriu që është në një naiv politik, në njeriu që nuk ka fuqi politike dhe se njeh si funksionon bota dhe raporti fuqisë dhe nuk e di se si janë instrumentet dhe kundërshtarët, apo po e bën me dikë që këto skema i di dhe ka treguar gjithmonë poshtën e tyre. Tani për ta sjellë në kohë, ndaj Sali Berishës filloi në 2021-shin, që me shpalljen e tij non grata, një lëvizje për ta përjashtuar nga politika. Lëvizje që filloi që nga jashtë. Ishin dhe gringot atje, se ishin gringot nga mbrapa, po ishte hapur ajo. Dhe akti politik që zhvilloi Berisha për qenë realiste dhe për të dhënë hakun, e shkatroi të gjithë aktin politik që mundua ta nxirrte jashtë loje, pra këtu përfshihet Kabala, gringot, influencat e Sorosit dhe të gjithë majtistëve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u rikthye në lojë, duke pasur kundër strukturat e pushtetit, strukturat mediatike dhe të gjithë strukturat e tjera që derivojnë nga këto. Tani duke qenë se e krijoi një triumf, i cili ishte ngjante një lloj rikthimit të Napoleon Bonapartit, rikthimit të dytë. A do arri kjo lëvizje pra të ketë një amplitudë më të madhe? Unë mendoj që, siç e ka thënë dhe Aristoteli, një nga filozofët, më ndjenjë precedenti historik na ndihmon për të kuptuar të ardhmen. Po t'i referohemi kazuseve dhe nga njëherë duhet të shikojmë precedentet historik ku raporti i lidhjes midis pushtetit dhe ekzekutorit ka qenë prerë një femër dhe ka disa raste në cilat vetëm njëri ka qenë i suksesshëm, të tjerët kanë qenë dështime. Rasti i parë është i Perikliut në shekullin e 5 para erës së re, ku bashortja e tij, Antipastia, mos e gaboj emrin, për ta parë, ishte një njeri i cili kishte klube filozofike, ku mblidheshin elitarët e kohës, pra si thua kulisat e pushtetit që kanë qenë në Greqinë antikitetit. Dhe ajo krijonte një lloj raporti dhe me gjeneralët e ushtrisë, e cila e ndihmonte Perikliun që në kohën që ka qenë general ushtarak deri në momentin që u bë udhëheqës. Mirë po, ka pasur, ky është i vetmi rast se ka patur sukses, por mos harrojmë, ai ishte lider. Pra nuk erdhi nga periferia, ishte në qendër. Kurse rastet e tjera, siç ka qenë për shembull Olimpia në Maqedoni, Teuta, në Iliri, Antikleja, në Heraklition, kanë qenë raste dështimi. Pse? Sepse gjithmonë kur ti je mjet dhe je instrument, nuk arrin dot kur që të bësh mekanizmi i cili lëviz lojën. Pra në fund të ditës je gjithmonë shërbëtori. Nuk bëhesh dot si thua padroni ose mjeshtri. Dhe në moment që ti padronit nuk e duhesh më, loja jote përfundon dhe hidhet në erë. Për ta rikthyer në kontekst dhe për të ardhur këtu sot. Në moment që kjo lëvizje, pra do shuhet ky zëri i opinionit publik se si do vazhdojnë hetimet e Spakut, çfarë do bëhet me ngjarjet,
Në atë moment, kjo lëvizje do flaket nga pushteti. Pra nuk do ketë më këtë suport që ti e shikon sot që rrotullojnë orteqe në media. Pra do jetë një fiasko totale dhe do jetë në dështim i madh, e mendoj unë. Pse? Sepse kur realisht gjëja nuk ka bazë dhe nuk ka potencial të fortë në Kur është e stisur, thua ti. Po, kur është e stisur, pra, sepse, shiko, e gjithë gjëja kjo është, Arjan. Jo të marrësh rolin që t'japin të tjerët, po të marrësh rolin që ti do vetë luash. Moment që ti luan rolin që do japin të tjerët, Janë në rol, thua ti, pra. që gjithë janë në rol. Edhe Ali Mehmeti shketësh në rol, më unë e dija shumë kështu atë më me ca parime. Shiko, Çandi, ka dhe dëme kolaterale. Apo ai ndoshta e ka serozisht shkreti mos, ai ka marrë shumë vota Tiranë. Po, jam dakord që ka marrë shumë vota, ai ka një lloj legitimiteti, është figurë pozitive, por problemi qëndron që ka zgjedhur mitin e gabuar. Cilësia e liderit është gjithmonë të dish të zgjedhësh mitin që i shërben qëllimit tënd, jo të bëhesh ti miti që i shërben qëllimeve të tjerëve. Shiko që më thonë, më vinë mesazhin, thotë Çani, të lutem, pyeti një herë të ftuarit, thotë, mos e ndoshta e kanë nxjerrë nga burgu Vincen pikërisht për këtë mision? E kanë nxjerrë më herët nga burgu për këtë mision? Këto janë të gjitha hipoteza, nuk e di. Jam dakord. Se edhe ai një prononcim që bëri, nuk e di se ku e bëri, te Fantomasi më duket. Po. I tha që mua Kunati, një ministre, e tha, nuk e di për kishte Ballukun, më duket, ajo më futi në burg, Po, kështu që janë se këto ka qenë dalliqe. pjesë e trupës gjyqësore. Po, Po, shikoj. ai që e futi ai Enzori, pra. Jo një sekond, o ti. Ja do ta them këtë në këtë pikë. Bile dëgjoj. Fiks në momentin që Balluku më vjen mesazh. Është keq, pra Ramsi është keq se Balluku shkret nuk është se ka ndonjë problem apo. Kjo është problemi i Ramsit, nuk është i Ballukut fare. Për i së vërtetës. Fiks në momentin që qeveria është keq, strukturat nuk aktivizohen për protesta. Sabotazhi i brendshëm dhe Kolliçi është zhdukur nga skena. Është vërtet kjo gjë, Kolliçi nuk duket gjikundi. Po. Ishtë në Amerikë, por... Është Amerikë. Mision dakord. Mision politik të rëndësishëm. Okej. Është asnjë protest kundër dhe asnjë deklarat apo dali as në kuvend pasi aludohet që ai ka folur me Berberi me SMS për Molotova. Se ka folur Kolliçi, kanë dalë ato mesazhet e Berberit. Ajo është vetëm një sajes mbase e kësaj lëvizje që filloi. Dhe këtyre njerëzve. A është kjo blerja e PD-s në aksion? A jemi në këtë moment, oti, mund ta themi këtë gjë? Po, mund ta themi. Mund ta themi sepse në moment që ti e fragmentarizon një lëvizje politike, jetë moment blerje. Sepse si ndodh gjithmonë blerja, duhet të shkëputësh pjesët. Duhet kapësh. Dhe ne përsa e marrni vesh se kjo do funksionojë apo jo, ky lloj shërbimi? Ky lloj projekti. Mendoj që do jetë shumë e shkurtër koha, maksimumi brenda 2 muajve të ardhshëm do e shikojmë. Po Berisha thuati nuk i përjashton këtë. Do t'i lëj që ta gryejnë. Berisha do t'i lej të ridikulizojnë veten. Pra domethënë do bëj të njëjtën gjë që pam tek ajo video. Do i thotë lerni të flasin, lerni të angazhohen. Fund çfarë do ndodhi se i zotëria ose do ulin ose do dalin nga salla. Sot Berisha s'ka përjashtuar kur një person nga të gjithë. Ka nikur vet, po. Ka nikur vet. Plazat formula tjetër në ekran, Ledio.